e vetmja gjë që ndryshon ka të bëj me pagën e 13, pra që është paraparë që jo në fund të vitit, por të bëhet në fillim të vitit, pasur zgjatjen buxhetore automatike, pra siç parashihet me LMFPP-n, që është për 2 muajt e parë dhe më pastaj, siç e dini edhe ju, pra është miratuar edhe zgjatja për muajin mars. Sido që të jetë, këto zgjatje mjaftojnë vetëm për shpenzimet rrjedhëse. Sa i përket prokurimeve të reja, projekteve të reja, është e pamundur të iniciojnë procedurat pa pasur zotimin e mjeteve. E nëse alokimi është i bërë vetëm për 3 të 12 e vitit, pra nuk mund të zotohet komplet vitit azëm për ndonjë projekt kapital, apo për ndonjë prokurim tjetër sa i përket mallrave dhe shërbimeve për shërbime esenciale në rast se është nevoja. Prandaj, duke parë këtë situatë, duke qenë të vetëdijshëm edhe për situatën emergjente, pra që na pret sa i përket lëvizjes tutje dhe zhbllokimit të buxhetit, qoftë për nivelin qendror apo edhe për ato komunal, ne i kemi propozuar si Ministri e Financave qeverisë në mbledhjen e parë, pra si qeveri e re, që të procedojmë projekt ligjin ashtu siç ka qenë, pra duke mos reflektuar domosdoshmë për tash ndryshimet e nevojshme për gjitha prioritetet, por edhe për strukturën e qeverisë, por që këtë ta bëjmë në një rishikim të mëpastajmë. Ndërkaq ky projekt ligj, pra është projekt ligji i cili është miratuar më 31 tetor të vitit të kaluar, ashtu siç e ka paraparë ligji, pra tabelat janë të ngjashme, e vetmja gjë që ndryshon ka të bëj me pagën e 13, pra që është paraparë që jo në fund të vitit, por të bëhet në fillim të vitit, ndërkaq çështja tjetër që është paraparë ka të bëj edhe me ndryshimin apo mundësinë e ndryshimit të tabelave në ligj sa i përket dikastereve në momentin kur qeveria e miraton rregulloren e qeverisë dhe bëhet definimi apo përcaktimi i ndarjes së detyrave dhe fushveprimit të secilit prej dikastereve apo ministrive. Dhe kjo punë është lënë që të bëhet më pastaj, pra përmes nenit 11 paragrafi 5 konkretisht. Sa i përket buxhetit në fjalë, pra është një buxhet që kufiri i shpenzimit është parafërsisht 4 miliard euro, apo 3 miliardë 967 milion euro, ndërkaq këto shpenzime mund të ndahen apo ndahen zbërthehen në kategori kësaj, pra paga dhe shtesa 980 milion euro, mallra dhe shërbime 545 milion euro, subvencione dhe transfere 1 miliard 358 milion euro, si dhe shpenzime kapitale 998.4 milion euro apo 897 milion euro të financuara nga granti apo buxheti i rregullt, si dhe 100 milion euro të tjera të financuara nga klauzula e investimeve.